Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në aktualitet për të ndalur tashmë tek zhvillimet më të fundit mes Kosovës dhe Serbisë. Do ndalemi tek eurodeputeti austriak Lukas Mandl, i cili ka kërkuar heqjen e menjëhershme të masave ndëshkuese ndaj Kosovës dhe ai ka theksuar se masat janë të padrejta, veçanërisht në krahasim me mungesën e sanksioneve ndaj regjimit të presidentit serb Aleksandar Vučić në Serbi. Ndjekim insertin dhe rikthehemi. Eurodeputeti austriak Lukas Mandl ka kërkuar heqjen e menjëhershme të masave ndëshkuese ndaj Kosovës. Ai theksoi se masat janë të padrejta, veçanërisht në krahasim me mungesën e sanksioneve ndaj regjimit të Vučićit në Serbi. Disa ditë para përfundimit të mandatit, ish shefi i politikës i jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, rekomandoi që Kosovës të hiqen masat ndëshkuese. Megjithatë, jo të gjitha shtetet e bllokut u pajtuan për heqjen e tyre, prandaj ato vazhdojnë të mbeten në fuqi ende sot. Së fundmi nga Brukseli është bërë ditur se masat do të hiqen vetëm nëse realizohet një transfer i rregullt i pushtetit në veri. Ndërkohë, eurodeputeti austriak Mandl ka kërkuar që këto masa ndëshkuese nga Kosovës të hiqen menjëherë. Ai ka thënë se po punon që Kosova dhe Serbia të kenë një të ardhme më të mirë, ndonse ka theksuar se Serbia po bën hapa prapa në aspektin e demokracisë. Kujtojmë se masat ndaj Kosovës ishin vendosur në qershor të vitit 2023 si përgjigje ndaj përshkallëzimit të situatës si sigurisë në veri të vendit, ku kryetarët shqiptar në rrethana të tensionuara morën detyrën për të drejtuar 4 komunat veriore. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe për diskutuar ditën e sotme mbi këto zhvillime kam të ftuar zotin Isem Berisha. Zoti Berisha, ju përshëndes, kënaqësi. Përshëndetje edhe për ju. Zoti Berisha, ta nisim pikërisht me insertin dhe me atë që ka deklaruar eurodeputeti austriak. Si shpjegoni faktin që tashmë masat ndëshkuese ndaj Kosovës vazhdojnë të mbeten në fuqi, ndërkohë që disa shtete të Bashkimit Evropian refuzojnë të heqin pavarësisht edhe rekomandimeve të fundit? Një para, heqja e masave në logjikën më të thjeshtë ndodh kur heqen shkaqet që i kanë vendosur ato masa, apo? Borrell atje doli në fund mandatit ka deklaru se duhet t'i heqen masat, po Borrell dhe Lajçak i kanë vendosur ato masa. Procesi politik që kanë udhëhequr ata të dy, e që ka qenë dështim diplomatik i Bashkimit Evropian në këtë proces, kthim mbrapa i tërë procesit dialogut nga një marrëveshje all in one me Njorjen. E mbanin mend këtë procedurë se ne nuk mund ju ikim këtyre proceseve se si kanë ardhur deri këtu. Zdia jemi në linjë prapë. Po nga ajo all in one ndodhi rikthimi i procesit pas ardhjes së qeverisë Kurtit në pushtet, në reformatim dialogut dhe gjitha marrëveshjeve, dhe u larguan edhe nga marrëveshja e Washingtonit, edhe nga all in one me Njorjen e Brukselit që e zëvendësoi atë të Washingtonit, dhe kaluam në një marrëveshje, një plan franko-gjerman përmes zotit Borrell dhe Lajçak, dhe një statut të Bashkimit Evropian që krijon një autonomi territoriale politike atje, por edhe planin franko-gjerman me pikën 7 që po ashtu promovon një eksterritorialitet për gjitha lokacionet e objekteve religjioze dhe vendbanimeve tjera në brendit Kosovës, që do të thotë e dezorganizon aspektin kushtetues. Tani deklarata e zotit Borrell, si duhet merret? Si një retorik për ndonjë vot nëse i duhet prapë, se unë besoj që garon më për Parlamentin Evropian, apo për të mbuluar moralisht dështimin diplomatik që ka pasur në procesin e dialogut, ndërmjetësimit dialogut në Kosovë. Kjo është logjika dhe nëse marrin mend kur ka ndodhur Banska, kam thënë, kjo është skenari 4-shës që ulen në Bruksel. Borrell, Lajçak, Vučić edhe Kurti, për të mbuluar dështimin diplomatik në dialogun në Kosovë. Dhe shkaqet që solën deri tek masat ishin pikërisht zhvillimet zgjedhore në veri, kur me 200 vota, 180 vota për saktësi, u zgjodhen 4 kryetarë komunash, që në aspektin kushtetues dhe ligjor ishin gjithçka okay, ashtu pranuar edhe nga mbikëqyrësit ndërkombëtar fatkeqësisht, por legjitimitet politik nuk kishin sepse janë 45.000 votues që janë komunitete tjera. Tani jemi në situatën kur flet ky zotëria se duhet heqen,
Mirë po mos harrojmë se në Bashkimin Evropian ka shtete që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Dhe ashtu siç nuk kanë kurajo ta njohin Kosovën, tani do ta marrin peng të masave nëse këto varen nga vetoja, ose nëse varen nga qëndrimit individualit secilit shtet. Pra, ky është te kurthi ku e kanë futur Kosovën edhe qeveria kurti aktuale, që qytetari nuk e lexon, sepse këto janë tema jashtë domenit të hallave që kanë ata sociale, ekonomike, rruga, infrastruktura, ju e pa dje, pa vdekur, pa blokada, u dash me mbyll shkollat. Pra kjo është gjendja infrastrukturore në Kosovë dhe qytetari preokupuar me këto tema. Kur vjen puna te votimi, qytetari mbuluohet me propagandën e këtyre që udhhiqen me logjikën e komiteteve qendrore të këtyre hershme, siç ishte deklaratat e ministrit financave, që thoshte opozita duhet marrë pjesë, ata kanë detyrë të votojnë dhe çka të votojnë? Një vendimarrje të imponuar që po pretendojnë ky spektër politik që ka marrë shumicën, pra është partia e parë, duke imponuar vendimarrjet dhe që udhëheqen me logjikën e komiteteve qendrore që dikur i kanë sjell politikat e gatshme dhe deputetët vetëm e kanë ngrit dorën se ata kanë qenë zgjedhur në frymën e komitetit. Pra, kjo rrethona e këtyre interpretimeve të heqjeve masave duhet mas pari t'i kthehet astanimit të shkaqeve. Astanimi i shkaqeve a do t'i bindë zotërit e Bashkimit Evropian që individualisht marrin masa. Kalimi ishte një kusht atje përmendet dikush në deklaratë në këtë hyrjen, kalimi i rregullt i pushtetit në veri. Tani atje ndodhen zgjedhjet. Dhe në këto zgjedhje fituan subjektet që kanë edhe komunitetin shumic, që janë serbët e tjerë. Mirë po, a ka një kalim të pushtetit rregullt, s'ka nevojë pas kalim. Sepse me fituarën e zgjedhjeve ai që ka fituar zgjedhjet e pranon detyrën. Dhe shtrohet çështja se këtu duhet me pa defektin që u bë Kosovës dëmin që u bë për 5 vite. Edhe nga dialogu i Llaçakut e Borrellit, po edhe ky zotëria që ka përfaqësuar Kosovën, kryeministri Kurti. Çka kemi pas 5 vitesh? Çka fitoi Kosova nga ajo kryenësia, ato veprime patriotike në thojza, ai heroizëm në përveri i aty në sherifëve, policisë, pushtetit lokal ai si i kanë emrat Krasniqi dhe Isfesla. Çfarë fitoi Kosova? Përveç izolimit nga Bashkimi Evropian, sanksioneve nga BE dhe një situatë kur as nuk heqen masat, edhe të marrin peng shtetet që s'ta njohin pavarësinë, edhe s'kan me të heqë as masat. Kjo është ajo çfarë kanë rezultuar nga 5 vjet qeverisë të zotit Kurti. Por çfarë do ndodhë zoti Berisha nëse këto masa do të vazhdojnë edhe përgjatë viteve të tjera, pra cilat do të jenë pasojat për Kosovën? Pasojat e parë janë 200 miliona, sa u përmendën. Që ndrojnë këto mbështetjen e Bashkimit Evropian për përgatitje për integrime ku ta dimë. Pasojat tjera janë sfidat e mileniumit, janë me qindra miliona që kanë qenë për rregullim, kryesisht rregullim të jetës qytetarëve, se po i shoh objektet nga jashtë vetes, janë shndruar sikur ato objekte se lagjes vjetës ka medreseja, ka shkolla bashkuar që janë të kohës Kinës, atë Rusisë, kush i ka ndërtuar mas parë në Tiranë. Apo kupton? Pra, këto janë pasojat. Pasojat shkojnë tek qytetarit, pasojat nuk i psojnë as deputetët se për çdo nënshkrim aty marrin me 1000 euro atje në llogari kur dalin në bankë. As për kryeministrin edhe ministrat e tij që i paguhen edhe si ministra edhe si deputet sot. Pasojat bijnë tek qytetari. Pra pasojat janë bllokimi i Kosovës, mos zhvillimi i Kosovës dhe stajacioni. Pra status quo-ja që Shtetet e Bashkuara të Amerikës na kanë thënë që nga koha kur ky zotëria prapa shpinës ju ndërmjetësonte se status quo-ja i shërben Rusisë dhe Serbisë, interesave të tyre. Serbisë sepse është shtet antar në gjitha institucionet ndërkombëtare dhe vazhdon zhvillimin dhe e pengon Kosovën, dhe Rusisë se don ta ruaj protagonizmin e vet në proceset e Ballkanit, sepse e ka rrugë për të kaluar në Adriatik, në Atlantik, pra në strategjinë ose objektivin e dytë strategjik pas lindjes mesme. Kjo është pasojë që pson Kosova në vazhdimsi. Qartë, por nga ana tjetër zoti Berisha, është duke përdorur Bashkimi Evropian një standard të dyfisht, pra duke sanksionuar Kosovën dhe duke mos sanksionuar nga ana tjetër Serbinë, pra megjithse raportet flasin për regres demokratik në Beograd. Tani, është mas e vërtet kjo. Standardet e dyfishta jo vetëm të Bashkimit Evropian, por gjithë mekanizmat ndërkombëtar janë në raport me Kosovën. Problemi nuk e kam unë tek standardet e dyfishme të Bashkimit Evropian, sepse ne kemi një aleat të garantuar, një aleat që na shef me një sy ndryshëm nga Bashkimi Evropian, i cili është peng i influencimit rus. Më duket mos e kem biseduar dhe bashkërisht. Çështjen e
pavarësimit energjetik të Kosovës dhe të rajonit, përgatitjen nga Macron dhe si kishte Merkel të zotit Kurti si pionin i cili do ta implementoj interesin evropian për pengimin e depërtimit energjetik dhe pavarësimit energjetik që planifikonte SBA-ja. Në interes të influencimit rus, në një lloj harmonie me interesat ruse në Evropë. Pra, nuk e kam dertin tani unë të ambicjet e Bashkimit Evropian, se sa për Bashkimin Evropian, as kishte ndërhyr kurrë në ato, se nuk e kam miratu Këshilli i Sigurimit të Kombëve Bashkuar, as nuk i shpall kurrë pavarësia pa ardhur Bush në Tiranë me thonë enough is enough dhe Kosovo will be independent, dhe pas shifeni, edhe një ilustrim. Sot janë disa kontingente të këforit në Kosovë, të NATO-s. Edhe po të heshtën gjithë tjerë, përveç Amerikanëve, çfarë ndodh në Kosovë? Asgjë do të ndodhë. Po u heqën Amerikanët, çka ndodh në Kosovë? Hyn Serbia për 24 orë. Dhe e merr komplet edhe këta zotërit ikin prej këtu. Prandaj mua nuk më shqetëson se mënyra se si sillet Bashkimi Evropian dhe çfarë qëndrimi mban. Shqetësimi është i madh është se si sillet Kosova dhe sa Kosova i ushqen këto objektiva o kur zeza dhe vendeve të caktuara të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Dhe se si Kosova, qeveria Kosovës, në vazhdimsi që nga ardha në skenën politike e kësaj qeverie me 22 mars 2020, e pastaj qeveria 2 me 2021, ka qenë luftë permanente për duke nxitur anti-amerikanizmin në Kosovë, duke refuzuar dhe penguar çdo objektiv amerikan për Kosovën dhe rajonin. Dhe këtu e kanë etabluar dhe kanë vendosur në kryet këtij budalleku, kësaj qeverie rajonale, Albin Kurtin. As Vučić që është i etiketuar nga SBA-t, as kur një lider rajonal. Albin Kurti është lideri i anti-amerikanizmit sot në rajon dhe në Kosovë, me qendrën Kosovë. E Kosova i ekziston, mund të mbetet si shtet, vetëm në sajt e garancës së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra, problemin e kem të brendshëm, nuk e kem problemin se disa vendet Bashkimit Evropian, se ne e dim cilat janë, sa na mbështesin si shtet, si koketojnë me Rusinë, si koketojnë me Serbinë, e tjera. Problemi është